të nderuar familjar të dëshmorëve dhe bashkëluftëtar, të nderuar mysafir në këtë seancë solemne, e pror ushtarak dhe policor, e nderuar zonja presidente Osmani, e nderuar kryetare e kuvendit zonja Haxhiu, i nderuar kryeministër Kurti dhe antar të qeverisë së Kosovës, të nderuar qytetar dhe bashkëkombas që na ndiqni. Në emër të grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, më lejoni t'ju drejtohem në 28 vjetorin e epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Jemi sërish, sikur çdo vit, në përvjetorin e kujtimit të lavdisë kombëtare, në kujtimin e epopesë së ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe në kujtimin e nderimin e të gjithë dëshmorëve të atë dheut. Aq më tepër kur ky përvjetor tash sa vite përkujtohet këtu në kuvendin e Kosovës, gjë që jep kuptim edhe më të madh ekzistencës së institucioneve tona. Në historinë tonë të lavdishme, 5 marsi dhe epopeja e UÇK-s është pikë takimi ynë, ku bashkohemi dhe reflektojmë unitet e vetdije kombëtare. Kjo datë i mbledh së bashku të gjithë njerëzit e mirë dhe patriot pa dallime. Shembulli i sakrificës dhe heroizmit të komandantit legjendar Adem Jashari, i familjes Jasharit dhe i luftëtarëve të UÇK-s, na bën që të jemi të vetëdijshëm se sa i shtrenjtë është atë dheu dhe si duhet t'i dalim Zot sa herë ka nevojë për ne. Me luftën në përbreza e sidomos me luftën e fundit, Prekazët dhe Jasharët i dhanë leksion botës se sa e shtrenjtë është liria dhe sa e madhe është sakrifica për të. Familja Jashari është shembull për kombin dhe për të gjithë njerëzimin. Prandaj, sa herë vjen 5 marsi, vjen si reflektim i kujtesës dhe i vetdijes sonë kombëtare. 5 marsi na e mban gjallë ndjenjat kombëtare e njerëzore, na e mban të freskët kujtimin për dëshmorët dhe na mban të paluhatur në rrugën e duhur të ecjes përpara. 5, 6 dhe 7 marsi nuk i takojnë vetëm të kaluarës tonë tashmë. Epopeja e UÇK-s është edhe e sotmja e cila na e rrëfen të ardhmen tonë të dinjitetshme. Prandaj, lufta e lavdishme çlirimtare, përveç se të përkujtohet e të nderohet, ka nevojë edhe të mbrohet si vlerë. Ka nevojë të mbrohet sidomos atëherë kur sulmohet pastërtia e saj, kur sulmohet lufta e drejtë dhe kur sulmohen rënjet e saj. Lufta jonë e drejtë duhet të mbrohet edhe kur tentohet të rishkruhet historia jonë e lavdishme. Të nderuar qytetarë, sa herë vjen kjo datë, zemrat tona rrahen me Jasharët. Sa herë vjen kjo datë, dhimbja jonë janë Jasharët. Sa herë vjen kjo